po t'ishte ai i këtij kallëpi, si që shkruajnë këta kalem gjitë, e atyre pjesës belerëve që shitën Shqipërinë për pasuri, dhe jo si Ismail Qemali e Abdul Farashi që shitën pasurinë për Shqipërinë, ai të paktën do kishte gjysmën e Vlorës kapital. Do kishte ulli, do kishte toka, do kishte edhe shtëpi të mirë. Dhe ai ka vdekur në mjerin të plot mbasi erdhi zogu, në një shtëpi me 10 metra katror, i ka vdek 2 djemë se s'kishën buktanin, një i ka vdek 9 dhe një 13 vjeç, dhe nuk la asnjë lloj pasurie. 2 pasuri la gjyshim. Pati, vetëm 2. Pati zemrën që e mori me vete, dhe la 2 fekun në mur, që ta zbrase i biri me atë frym patriotike dhe trimërie si që bëri babajti. Këto 2 pasuri pati, e zemrën dhe 2 fekun. Të tjerat janë pallavra. Shumë një nga anat e Musit, më të egër të gjyshit është e Qerenbe Vlora. Tani, shtrojët pyetja, në cilin kohë, në cilin moment të historisë e Qerenbe Vlora ka qenë krahun e popullit, kundërshtar Ismail Qemalit. Në luftën e Vlorës është dënuar me vdekje nga populli i Vlorës si një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të pushtuesve italianë. Me ardhjen e fashizmit është nga ata që bekuan Viktor Emanueli. Me qeverinë e Krujës është ministër, edhe me gjermanët është ministër kur 600 djemë të Vlorës, burra dhe gra, çoheshin kampet e Matauzit. Dhe iku duke marrë poshtë këpucëve baltën e atë si tradhtar. Ndërsa Salim Murati ishte jo vetëm patriot dhe adetar, po ishte edhe një burr qelibar. Ka karakteri. E diku është diferenca, tani nuk mund të flasim njerëzit kanë vdekur, historia ka shkuar me ta, por një pjesë prej tyre lën kujtime, siç e Qerenbe Vlora la, dhe kujtimet e tij u kthyen pastaj në kod për Tiranën që sa një atë kohë, ndërsa nga gjyshi juaj nuk ka pasur kujtime, ka pasur këngë, po këngë duhet i mbledh dikush. Kështu që kjo është një gjë e mirë që përballja bëhet edhe mbas shumë kohë mbas vdekjes, përballja bëhet me libra. Unë e kam thënë se ka diçka që kur flet për njeriun tënd është edhe pak e vështirë. Se duke sikur mburrësh. Po kur ja përshon ky dokumenti këtu, është letër e Fejzia Lizotit që ja bën Luiq Gurakuqit në 21, mbas luftës Vlorës. Dhe thot, në viset të Toskërisë, nga Salim Vranishi dhe të tjerë, është formuar komiteti Dora Zez. Ky komitet filloi të ndaloj buqërit të mos u japin të drejta të zotërve dhe të mos njohin zotrimin e tyre. Kjo vepër filloi me çifliqet e Surja Bejvlorës. Surja ishte babai e Qeremit. Dhe këta ishin gjakpirësit e popullit. Ky takëm që gjithmonë e shitën Shqipërinë për karrike dhe për çifliqe. Ky lloj belerësh, ndërsa beler si Ismail Qemali, si Sulejman Delvina e Abdul Farashi me shok janë në panteonin e shqiptarizmës. Se nuk bën pazare me fatet e atë dheut. Dhe këto dokumenta flasin qartë. Pa folur, më thuaj një këngë që i ka kënduar populli e Qerenbe Vlorës, një këngë. Jo, bëri librin vetaj. Ai e ka bërë librin, janë kujtime që i shkroi në emigracion, 40 vjet më pas i ka bërë, kupton? Por ai në të rrjetat e historisë ka qenë kundër drejtimit që ka marrë lëvizja patriotike në Shqipëri në tëra fazat. Ai ishte nipi Ismail Qemali dhe ishte kundërshtar. Ishte një Hamza si që ishte Hamza i nipi Skënderbeut, këta ishte në Hamzat e Ismail Qemalit. Tani unë do të them diçka, që e kam thënë dhe dua ta them dhe këtu. Ka 2 lloj patriotësh, Rudina. Ka patriot me kohë plot dhe me kohë të pjesme, partaj. Ka pas patriot, do të them një shembull, të marrim Qazim Koculi. Qazim Koculi është një figurë me një të kaluar shumë breslëndse dhe patriotike. Dhe jo rastisht në luftën e Vlorës,
ku gjyshim komandonte disa qeta, ndërsa ishte komandant i gjithë luftës Vlorës, mbas Ahmet Lepenicës që drejtoi disa ditë. Ja, me që po flasë. Po. Komandant e fuqisë. Kjo ishte kupola që doli mbas luftës Vlorës. Qazimi ishte komandant, prefekt Qazim Kokoshi, ky Ahmet i ka qenë fillim, ky ka qenë komandant i parë, Ahmet Lepenica, dhe ky është drejtori i financës. Dhe këta i bëjnë propozim për gradimin e Salim Muratit. Ja bëjnë qeverisë. Ky është dokument arkivor. Po dhe tregojnë edhe ato çfarë ti tregojnë. Por e çka ka bërë? Dhe tani Çeli burgun. Tani marrim Qazim Koculin. Një patriot me një të kaluar shumë patriotike. Ka qenë dhe 24 orë kryeministri i Shqipërisë, kur ndërroheshin mbasi u plagos zogu në parlament nga Beqir Valteri. Edhe ishe lëmsh atëre, bëj një qeveri sot binte tjetër nesër. Kur erdhi Noli, që ministër, iku me shpurën e Nolit në mërgatën politike, dhe më paradoksale është që Qazim Koculi vjen me shpurën e fashizmit në 39. Dhe qa thot populli? Se populli e bën historinë, nuk e bëjnë gazetarët. Populli e bën historinë. Dhe populli tha kështu, aferim Qazim Koculi, vet i hodhi, vet i pruri. I hodhi në det dhe erdhi bashkë me ta. Dhe qa ndodhi tani me Qazim Koculin? Erdhi krye komisari i fashizmit në Vlorë. Ishte funksionari më i lartë i fashizmit. Në 42-shin, krahina e Mesaplikut, ose e lumit Vlorës, ishte një nga bastionet më të fuqishme të rezistencës antifashiste. Dhe Mustafa Kruja, kryeministri, thot, Vlorës duhet t'i japim një mësim të mirë si vendi i turbullirëve. Dhe bashkë me legionet fashiste, vendi i turbullirave. Po, bashkë me legionet fashiste vjen nga Dibra dhe Halil Alia si komandant shumë i egër i mercenarëve nga Dibra për të gjakosur dhe shtypur rezistencën antifashiste në Vlorë. Dhe për këtë si mori dhe atë okejnë e Qazim Koculit, ta nuk o situata si që ashtu, kur vjen në Gjorm, është bërë një luftë 3 ditë dhe ata janë shpërdaluar shumë keq. Dhe kur vjen në Vlorë ky, se ju vra dhe nipi Halil Alis në Gjorm, dhe aty për herë të parë në Gjorm ka qenë gjithë populli, edhe partizanët, edhe ballistët, me në krye Justin Lepenica. Justin Lepenica ishe nga ato figurat ballit, nga të rrallat, mund të themi, që e ka zbrazur armën kundër fashizmi, atë që ishë bërë dhe 20-ën, Justin Lepenica. Fundi ti prap, nuk pavarësisht nga historiografia komuniste, fundit atë e brau fashizmi. Në Gërhot Gjirokas, edhe për mua është një figurë e nderuar. Tani, kur vjen në Vlorë, ky Halil Alia hakmerret ndaj Qazim Koculit se thot ti nuk na dhe situatë të qartë dhe e vret. Në kujtimet e disa njerëzve të shkolluar të asaj kohe, janë lënë dhe këto shënime, i do t'i citojnë tani. Dhimitër Konomi, që ka prona ishë kampin e punëtorëve, e ke parasysh, i Teu i ftoht, ishte një patriot, 24 karac, që kishe luft në Vlorës dhe 14 vjeç. Dhe ishe i vetmi që shoqëroi trupin e Qazim Koculit me atë karrocën e komunales për ta varrosur. Dhe kur erdhi kishte një klub e nujt ftoht, kjo rini antifashiste me origjinë nga Bregu, Vunoj, Palasa, Dërmiu, i thon Barba Dimitër, si vajte varrose e tha një krye fashist. Ti e patriotit. Edhe ai ju dha një përgjigje emblematike, thotë që dëgjoni. Mua tha, me Qazim Koculin tha, më lidhe miqësia dhe më ndau politika. Vajta tha i ta varros, se bashkë me të tha varrosa dhe politikën e tij të gabuar. Pra, ky Qazim Koculi, unë do t'i thoshe një patriot me kohë të pjeshme. Dhe nuk thon kot shkodranët, mos u mbursa e gjallë se ke kohë me ukorit. Ndërsa turqit kanë një shprehje që unë e kam të shqipëruar që thonë kështu, nderi, thot nderi, nuk është nga shtëpia në pazar, po është nga djepi gjë në varr. Dhe shumë e rëndësishme jo si e nis, themin e labri, po si e bitis.
pati nga këta që e bitisën keq. Vlerësohet sot i bëj dhe bus Mustafa Krujës. Po, Mustafa Kruja është një nga firmëtarët e pavarësisë në Vlorë. Po është varrosës i pavarësisë gjatë luftës antifashiste. Ai është pjesë e historisë së kombit. Po jo ti bësh nderime të tilla. Kjo është e turshme. Dhe ne jemi i vetmi vend në Evropë, Rudina, që në emër të antikomunizmit vlerësojmë dhe fytyrat e kolaboracionistëve. Marrim një shembull. Te kjo pjesa patriot me kot plot ato të pjesme. Marshalli Petain në Francë është heroi i luftës së parë botërore. Në luftën e dytë i shtroi tapetin gjermanëve. Dhe De Gaulle nuk ishte komunist, ishte një nacionalist, figurë e madhe e historisë botërore, e mori përveshi dhe i tha, je 92 vjeç 94 dhe po ta kursej plumbin, po do ngordhësh në burg dhe në burg ngordhi Peteini. Dhe nuk ka sot në Francë një qeveri të majtë apo të djathtë që ta nderoj Peteinin me atë që bëri gjatë luftës së dytë botërore. Po, nuk rishikohet. Ndërsa Sali Vranisi nuk ishte as akademi usharake, as shkollë partie, as tesra partie në xhep. E filloi jetën si komit dhe bashkëluftarët e tij i thanë kapetan. Dhe e mbylli si një hero i lavdishëm.